Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, ka folur për herë të parë gjerësisht mbi projektin turistik që ajo dhe bashkëshorti i saj Kushner po zhvillojnë në ishullin e Sazanit, duke e cilësuar këtë projekt si një nga sfidat më të mëdha dhe emocionuese të jetës së saj profesionale. Në një intervistë për podcastin e David, Ivanka rrëfeu se studiot e kontraktuara arkitekturore po punojnë në mënyrë që të mos e dëmtojnë natyrën dhe biodiversitetin, duke e quajtur këtë projekt jo një ide zhvillimore biznesi, por një sfidë për të realizuar diçka po aq të bukur sa vetë natyra e këtij territori. Ajo thot: "Po punoj me bashkëshortin tim për një projekt të jashtëzakonshëm në mesdhe. Me kalimin e viteve krijuam mundësinë për të ndihmuar në realizimin e potencialit të tij dhe për ta transformuar, por me shumë kujdes dhe përmbajtje, sepse toka është aq e bukur sa arkitektura duhet të integrohet plotësisht me të, pothuajse të lind prej saj." Vajza e presidentit amerikan Trump shpjegoi dëshirën e saj për zhvillimin e projektit turistik në Zvërnec, duke treguar se për herë të parë kishte parë atë që ajo e quajti një vit të magjishme bregdetare në një xhiro me jat të mikut të saj disa vite më parë. Ivanka thot: "Në fakt për mua nuk është as biznes, pavarësisht për masës së projektit. Përveç ishullit kemi edhe rreth 8 kilometra vit bregdetare përballë tij, një gadishull të mrekullueshëm në njërin anë dhe det në anën tjetër, me plazhe të bukura me rërë të bardhë. Për mua kjo ndihet më shumë si një sfidë se sa si një biznes. Është kulmi i gjithë përvojës sime në pasuritë e paluajtshme, i gjithë udhëtimeve të mia dhe i reflektimeve të shumta mbi mënyrën se si dua të jetoj dhe si mendoj se gjithnjë e më shumë njerëz duan të jetojnë."